Ekziston një forcë e fshehur tek një grua që e bën të pamundur për një burr t'i rezistojë asaj, kur ajo e zbulon dhe e lëshon të lirë këtë forcë. Kjo forcë nuk lind nga ndjekja, nga dorëzimi apo nga braktisja e vetvetes. Ajo ka të bëjë me atë se kush je ti, si paraqitesh dhe çfarë frekuence rrezaton prania jote. Sot do t'i tregoj 5 shkaktarët që bëjnë që një burr të ndërtojë një lidhje të vërtet emocionale. Nuk ka të bëjë me atë që i thua, por me atë që ai ndjen kur është pranë teje. Dhe këtë ndjesi të veçantë ai nuk mund ta gjejë askund tjetër. Kështu lë gjurmë në shpirtin e tij pa e ndjekur dhe pa e detyruar. Shkaktari i parë, një burr nuk lidhet me ty nga ajo që i jep, por nga ajo që ndjen me veten kur është pranë teje. Kjo mund të duket e ashpër, por është e vërteta. Një burr nuk qëndron për shkak të asaj që bën për të, ai qëndron për shkak të asaj që ndjen në botën e tij të brendshme kur është në anën tënde. Nuk ka rëndësi sa shumë e do, sa shumë kujdesesh për të, sa gjatë e pret. Nëse ai ndjen konfuzion, zbrazëti, zhgënjim apo edhe pamjaftueshmëri në praninë tënde, ai nuk do të ndërtojë lidhje emocionale me ty. Ndoshta ai të dëshiron, ndoshta kalon momente të këndshme me ty, ndoshta edhe ka nevojë për ty në kohë të vështira. Por lidhja e vërtet emocionale nuk lind në trup, ajo lind në pasqyrën që i mban atij. Kjo ndjesi e unës që ai e përjeton kur është në anën tënde. Kur ai ndihet i parë, i vlerësuar dhe i ngritur, kur egoja e tij ushqehet pa u ndjerë i kërcënuar, kur mekanizmat e tij mbrojtës nuk aktivizohen, pikërisht atje lind një lidhje që mendja e tij nuk mund ta thyejë. Edhe nëse ai nuk e vëren me vetdije, instinkti i tij e ndjen atë, sistemi i tij emocional e regjistron dhe shpirti i tij fillon të tërhiqet drejt teje pa ditur pse. Psikologu i famshëm Carl Jung tha, ne nuk duam njerëzit, duam ndjenjat që ata zgjojnë në ne. Kjo është një e vërtet e pamëshirshme kur bëhet fjalë për lidhjen emocionale të burrave. Një grua me emrin Rosa, 36 vjeç, e përjetoi këtë pa e mësuar askush. Ajo ma përmbledhi kështu, isha me një burr që nuk ishte i përsosur dhe nuk u përpoqa ta bëja të përsosur. Por kur ishte pranë meje, qeshte më shumë. Fliste për dhimbjen e fëmijërisë pa vuajtur. Ëndërronte gjëra që nuk kishte guxuar t'i bënte më parë. Një ditë më tha, kur jam me ty, ndihem si burri më i mirë që mund të jem, dhe kjo më frikson, sepse kur nuk e kam ndjerë kështu me dikë. Ai ishte momenti kur ai filloi të lidhej. Jo sepse Rosa u përpoq të dukej mirë para tij. Jo sepse e përkëdhelte apo e ndiqte. Rosa u lidh sepse u bë një streh ku ai ndjente liri emocionale pa gjykim. Dhe e di, kjo ndjesi nuk gjendet kudo. Kjo është ajo që regjistron mendja e tij, ajo që kërkon trupi i tij, ajo që ka nevojë shpirti i tij pa e kuptuar. Lejo të zbuloj një të vërtet të madhe që pothuajse askush nuk ta tholl. Një burr mund të jetë intime me shumë gra, por ai lidhet vetëm me gruan që e bën të ndihet si një burr më i mirë. Jo më i fortë, jo më i admiruar, por më i mirë, më i qetë, më autentik, më shumë vetja e tij. Kjo ndjesi nuk lind nga sakrificat, ajo rrezaton nga qendra jote e brendshme kur nuk po përpiqesh t'i pëlqesh, kur nuk po përpiqesh të dëshmosh që je opsioni më i mirë, ose kur nuk po përpiqesh të kontrollosh nëse ai do të zgjedhë. Atëherë fillon të rrezatojë nga ti një frekuencë emocionale që thotë, këtu mund të marrësh frymë, këtu ai nuk do të vihet në provë. Dhe kjo është ajo që e mban pranë teje. Jo bukuria jote, jo sakrificat e tua, jo dëshmitë e dashurisë tënde, por pasqyra emocionale që i jep atij dhe që ai nuk mund ta gjejë askund tjetër. Nëse pyet veten pse ai nuk u lidh me ty, pse nuk të vlerësoi pasi dha gjithçka, është koha të bësh një pyetje më të fortë. Si ndihej ai me veten kur ishte me mua? I sfiduar, i gjykuar, i analizuar apo i lirë, i qetë dhe i parë? Nuk po flas për qëllimin tënd, po flas për atë që perceptoi egoja e tij dhe struktura e tij emocionale. Sepse ndonjëherë kur mendon se po e bën të ndihet i dashur, ai ndihet i vlerësuar. Kur mendon se po dëshmon vlerën tënde, ai ndihet në presion. Dhe kjo nuk krijon lidhje, ajo krijon arratisje. Si ndryshon kjo pra? Jo duke qenë e ftohtë,
jo duke vepruar si një grua e vështirë, jo me truke, por duke ndërtuar një lidhje kaq të thellë me veten tënde që të mos kesh nevojë për të që të konfirmoj ekzistencën tënde ose ndjenjen se po bën gjërat e duhura. Kur ai ndjen se je në paqe me veten, se nuk po përpiqesh ta rregullosh apo ta shpëtosh, se e sheh ashtu siç është dhe prania jote nuk shembet kur je me të, kjo është ajo që e qetëson, ul muret e tij mbrojtëse dhe e lidh. Sepse burri emocionalisht i papjekur lidhet me kaosin, por burri që fillon të zgjohet lidhet me atë qetësi që rrezaton nga qendra jote. Dhe kur ai e përjeton këtë, lë gjurmë tek ai. Ka shumë gra të bukura, ka shumë gra inteligjente, ka shumë gra të jashtëzakonshme, por gruaja që e bën të ndihet si një burr më i mirë pa e manipuluar, gdhendet tek ai. Kjo grua bëhet rënja e tij emocionale. Fillon të zërë një vend në shpirtin e tij, edhe nëse ai e mohon, edhe nëse largohet, edhe nëse i reziston. Trupi i tij mban mend, hija e tij e kërkon atë dhe mendja e tij e ringjall. Sepse një grua që e lidh atë me versionin më të mirë të vetes, është e paharrueshme. Ajo mungon në heshtje, dëshirohet pa ditur pse, dhe shpesh humbet sepse nuk kuptohet në kohë. Shkaktari i dytë, kur nuk ke nevojë të pranohet, por ai prap të zgjedh. Efekti, unë jam i fati. Ekziston një ndjesi që e shpërbën plotësisht egon mashkullore. Jo kur i thua se e do, kur po përpiqesh t'i pëlqesh, ose kur bën gjithçka siç duhet. Është kur ai të vëzhgon nga bota e tij dhe ndjen se nuk ka pushtet mbi ty, por prap dëshiron të qëndrojë. Jo sepse po përpiqesh, por sepse nuk ke nevojë për të. Dhe kjo besim i heshtur, por i fortë, zgjoj tek ai ndjenjen se do të humbas diçka që nuk mund ta gjej askund tjetër, nëse nuk të zgjedh. Ky është një nga momentet më delikate dhe më të fuqishme kur një burr fillon të lidhet emocionalisht, kur nuk i lut vëmendjen, por ai konsiderohet me fat që të ka vëmendjen. Një grua që nuk po kërkonte, e përjetoi këtë. Karolina, 38 vjeç, më shkroi. Ndieshem mirë me të, por patë nuk ndjeja zbrazët ti. Nuk shkruaja çdo ditë, nuk pyesja nëse më mungonte, nuk kërkoja garanci, dhe prap ai kthehej gjithmonë. Një ditë më tha, nuk e kuptoj pse të vlerësoj kaq shumë. Ndihem se nëse të humb diçka që nuk mund ta zëvendësoj. Dhe Carolina nuk e kishte bërë si strategji, ajo ishte thjesht kaq e plotësuar me veten që nuk rrezatonte mungesë. Nuk e ndiqte, nuk e sfidonte për të tërhequr vëmendjen e tij. Ajo ishte thjesht vetja e saj, dhe kjo gjendje e thjeshtë e qenies u bë forca e saj më e madhe, sepse lidhja mashkullore nuk aktivizohet nga shpërblimi, por nga kontrasti. Kur ai kupton se me ty asgjë nuk është e garantuar, por ajo që merr e bën të ndihet i vlefshëm dhe njëkohësisht i lirë, kjo ndryshon gjithçka. Ja një nga të vërtetat më të fuqishme që askush nuk ta thotë. Një burr nuk lidhet kur ndjen se ti dëshiron të pranohet, ai lidhet kur ndjen se ai është ai që të vlerëson. Do me thënë, kur ai ndihet me fat që ti e pranon, sepse në atë moment ti nuk je një grua që pret të zgjidhet. Ti u bëre një grua që zgjedh nga një vend qetësie dhe dinjiteti, pa rrezatuar një energji që lut ose kërkon. Dhe kjo energji gdhendet tek ai emocionalisht, sepse i kujton diçka që ai kur nuk mësoi ta kontrolloj, të tërhiqet nga një grua që nuk lut miratimin e tij. Dhe e di çfarë është më e fuqishmja në të? Kur nuk konkuron, kur nuk po përpiqesh të dëshmosh vlerën tënde, kur nuk rrezaton frikë të fshehur, ai ul muret mbrojtëse dhe fillon të jetë vetja e tij, i cënueshëm, pa lojra, pa maska. Dhe kjo fushë e autenticitetit është vendi ku lind lidhja e vërtet, jo nga ajo që bën, por nga ajo që ai ndjen kur është me ty. Sepse gruaja që nuk përkulet për t'u pranuar bëhet vendi ku ai ndjen se është zgjedhur për unin e tij të vërtet, jo për performancën e tij. Dhe kjo e sjell atë prapa, jo sepse ka nevojë, por nga tërheqja e vërtet emocionale. Si aktivizohet kjo pra tek ti? Lejo të shpjegoj qartë 3 sinjalet që rrezatojnë këtë frekuencë magnetike. Sinjali i parë, ajo është në paqe me heshtjen e saj. Nuk po përpiqet të mbush boshllëqet. Nuk bjehet në panik kur ai nuk flet. Nuk nxiton menjëherë të interpretoj, sepse bota e saj nuk varet nga një përgjigje.
Sinjali i dytë, ajo nuk e jep kohën e saj lehtë, nuk është gjithmonë e disponueshme, nuk përgjigjet shpejt, nuk e ndryshon ditën e saj për një premtim të paqartë, dhe kjo, në vend që ta largoj, e mahnit atë. Sinjali i tretë, ajo nuk po përpiqet të kontrollojë lidhjen. Nuk pyet çfarë jemi, pasi e ka konstatuar. Nuk kërkon etiketa, vetëm vëzhgon. Dhe nëse diçka nuk duket e drejtë, ajo nuk e forcon. Dhe kjo liri që ajo rrezaton është ajo që e mban pranë saj, jo për ta kontrolluar, por sepse ai dëshiron të vazhdojë ta përjetojë këtë ndjesi me të. Një burr mund të tërhiqet nga shumë gra, por ai lidhet thellë me gruan që nuk ka nevojë për të, por prapë e zgjedh. Me gruan që nuk e ndjek, por kur është afër, e nderonte me praninë e saj, sepse një ide gdhendet në mendjen e tij. Nuk e di si arrin këtë, por ndihet si privilegj të jesh me ty. Dhe ky është fillimi i çdo lidhjeje të vërtet emocionale. Shkaktari i tretë, përvoja emocionale unike, ajo që ai nuk mund ta gjejë tek gratë e tjera dhe ajo që mendja e tij fillon ta kërkojë tek ti. Ka gra që një burr i mban mend me dashuri, gra që i mban mend me dëshirë, disa që i mban mend me faj. Por ka një grua, vetëm një, që mendja e tij nuk mund ta lëshojë. Nuk është gruaja që i dha gjithçka, jo gruaja e përsosur, jo gruaja që i luti të qëndronte. Është gruaja që i dha një përvojë emocionale unike, që ai nuk mund ta replikojë me asnjë grua tjetër. Kjo ndjesi e prek në një pikë kaq të vërtetë, kaq të thellë, kaq të pashpjegueshme, sa e goja e tij nuk mund ta përpunojë, por trupi i tij e regjistron dhe shpirti i tij e ruan. Kjo grua nuk ishte më e arriteshmja, jo më e sakrifikueshmja, jo ajo që gjithmonë thoshte po. Ajo ishte gruaja që e përball me butësi me pjesë të vetes që ai nuk i kishte parë kurrë, që e mbështeste pa mbajtur barrën e tij, që e dëgjonte pa u përpjekur ta rregullonte, që nuk po përpiqej ta ndryshonte, por pa dashje ndryshoi frekuencën e tij. Dhe kjo përvojë është e paharrueshme. Disa momente duken të thjeshta, por lën gjurmë, një bisedë, një të qeshur të përbashkët, një heshtje e rehatshme, një vështrim që u përpoq ta shite atë, jo ta tërhiqte. Dhe kjo është ajo që ai nuk mund ta gjejë lehtë tek gratë e tjera. Ai mund ta kërkojë, ta imitojë, ta projektojë, por nëse e ka përjetuar tashmë me ty, asnjë tjetër nuk mund të arrijë të njëjtën gjë. Dhe kur ai përpiqet, fillon pa vetdije të krahasojë me ty, jo me trupin tënd, jo me mesazhet e tua, por me atë ndjesi, me atë qetësi emocionale që ti e bëre ta ndjente, edhe nëse ai nuk mund t'i jap emër. Një burr që e kishte përjetuar këtë, ma tregoi sinqerisht, pas saj isha me shumë gra. Ishin tërheqëse, intensive, inteligjente, por gjithmonë kisha ndjenjen se diçka mungonte. Nuk ishte sepse ato bënin diçka të gabuar. Ndiheshem rehat me të. Edhe kur ishim në heshtje, edhe kur ajo nuk më thoshte asgjë, kishte një qetësi që nuk mund ta gjeja askund tjetër. Kjo është ajo që gdhendet tek ai. Kjo është ajo që e lidh. Kjo është ajo që e sjell prapa vite më vonë, vetëm për të parë si je. Sepse ai nuk e mungon personin, ai mungon atë që ndjente me veten kur ishte me ty. Dhe ai e përjetoi këtë në një përvojë emocionale unike, që e goja e tij nuk mund ta riprodhojë me asnjë grua tjetër. Dhe çuditërisht, ti nuk mund ta imitosh, nuk mund ta aktivizosh si teknik, nuk mund ta kopjosh nga një video. Sepse kjo përvojë që ai e përjeton me ty, nuk lind nga ajo që bën, ajo lind nga kush je kur je e lidhur me të vërtetën tënde. Nuk po luash rol, nuk po përpiqesh të jesh e veçantë, nuk po konkuron. Thjesht je atje, pa frikë, pa maska, dhe prania jote është sot kaq e rrallë, kaq e pakët, sa fusha e tij emocionale e njeh si unike, të pariprodhueshme. Sepse në atë moment ai ndihet i lirë, por njëkohësisht i mbrojtur, ndihet i pranuar, por jo i mbimbrojtur, ndihet i parë, por jo i analizuar. Dhe për një burr që jeton defensivisht, i mësuar të ndiejë presion, të vihet në dyshim ose të injorohet, kjo është ilaç i pastër emocional. Dhe si çdo ilaç i vërtet, kur ai e humb, sistemi i tij e vëren dhe fillon ta kërkojë. Ndjen se diçka mungon, nuk mund të kuptoj pse pa ty gjithçka duket e njëjtë. Si aktivizohet pra kjo përvojë emocionale unike?
jo me strategji, por me autenticitet, me harmoni të brendshme, me një paqe që nuk mund të blihet, por që mund të zhvillohet. Lejo të ndaj 3 çelësat kryesor për të krijuar këtë përvojë tek një burr, jo për të, por nga e brendshmja jote. Çelësi i parë, energjia jote nuk kërkon asgjë prej tij, nuk po pret që ai të zgjedhë, nuk po përpiqesh të kontrollosh lidhjen. Gëzon, ndjen, rrjedh dhe kjo heq presionin emocional të duhurit të luash. Kur një burr nuk ndjen se po vihet në provë, fillon të relaksohet dhe pikërisht atje lidhet. Çelësi i dytë, ti i hap hapësirë. Ai ndjen se mund të jetë vetja e tij pa e shuar praninë tënde, por ti nuk zhdukesh. Nuk rrotullohesh rreth emocioneve të tij, nuk humbasesh në dëshirat e tij. Je një pasqyrë e qetë, jo një humner emocionale. Dhe kjo e mban pranë teje sepse ndihet i lirë, por jo i vetmuar. Dhe çelësi i tretë, ti nuk po përpiqesh ta impresionosh, por prapë e impresionon. Nuk po përpiqesh të jesh gruaja e përsosur. Nuk e përshtat bisedën tënde sipas tij. Nuk i jep të drejtë vetëm për t'i pëlqyer. Thjesht je ti, me ekzistencë, me forcë, me butësi që nuk është e rreme, me kufi që nuk janë agresiv. Dhe kjo është magnetike për të, sepse shpirti i tij ndihet i mbajtur dhe egoja e tij nuk ndihet e kërcënuar. Kjo është ajo që gdhendet tek ai, jo ajo që i jep, jo ajo që bën, por thjesht ajo që ndjen, ajo që përjeton me ty. Dhe kur ai përpiqet ta replikojë me dikë tjetër, kur mendon se mund të ndërtojë të njëjtën gjë me dikë tjetër, kur i thot vetes se ishte thjesht kimi, një pjesë e trupit të tij do të thotë, jo, nuk ishte vetëm kjo. Ishte ajo që ajo zgjonte tek unë. Dhe kjo është ajo që lidh thellë një burr, jo nga ajo që i jep, por nga ajo që e bën të ndihet me veten, në një nivel që ai nuk dinte se mund të ekzistojë. Shkaktari i katërt, gjuha pa fjalë që e lidh. Si vështrimi yt, toni yt dhe energjia jote e vulosin atë pa përpjekje. Diçka ndodh tek ai shumë përpara se ai ta vërej. Përpara se të thuash të dua, përpara se të thuash të vlerësoj, madje përpara se të thuash nuk e di çfarë kam kur jam me ty. Ndodh në heshtje, ndodh pa fjalë, ndodh kur e shikon pa frikë, kur flet me të pa frikë dhe kur je atje pa u dorëzuar shumë. Dhe edhe pse ai nuk e kupton, trupi i tij reagon. Sistemi i tij emocional regjistron një energji që gdhendet tek ai. Është sikur në vetdia të thotë, kjo është ndryshe, kjo më mban këtu, jo çfarë thua, jo çfarë bën, është ajo që reflekton. Sepse mund të jesh e butë me të dhe ai mund të mos qëndrojë prapë. Mund t'i thuash se e do dhe ai mund të largohet prapë. Mund të japësh gjithçka dhe ai prapë të mos lidhet. Por kur gjua jote pa fjalë i transmeton atij një përvojë emocionale që e bën të ndihet i ngritur në praninë e diçkaje të vlefshme, formohet një lidhje përtej vullnetit të tij. Carl Jung thot se shpirti flet nëpërmjet simboleve dhe i pandërgjegjshmi komunikon me të pandërgjegjshmin. Dhe pikërisht kjo ndodh kur i tregon gjithçka pa folur. Një grua ndau me mua çfarë kishte përjetuar me një burr vite më parë, kur nuk thash çfarë ndjeja. Nuk kishim biseda të thella dashurie, por çdo herë që ai më shihte, më kërkonte me sytë e tij, më prekte me butësi dhe një herë më tha, me ty ndihem si në shtëpi dhe nuk e di pse. E di vetëm se nuk dua të iki. Ajo nuk kishte bërë asgjë të veçantë, thjesht ishte atje me autenticitet total, pa rrezatuar nga mungesa, pa u përpjekur t'i pëlqente apo ta impresiononte. Dhe kjo ishte ajo që e kapi atë, sepse pjesa më e fuqishme e pranisë tënde nuk është ajo që thua, janë gjërat që fusha jote thot për ty kur ndalon së luajturi. Tani dua të tregoj çfarë rrezaton gjua jote pa fjalë kur je vërtet e lidhur me veten, dhe pse kjo gdhendet tek ai pa e ditur. Sinjali i parë, vështrimi yt nuk kërkon pranim, ai vëzhgon pa gjykuar. Një grua që thjesht e sheh burrin ashtu siç është, pa nevojën për ta ndryshuar, rrezaton në vend të një vështrimi që dëshiron të fitojë, një forcë që ul mbrojtjen e tij. Ai ul muret mbrojtëse, ndalon së luajturi, relaksohet dhe në atë moment fillon të asociojë me diçka që shpirti i tij dëshiron ta ndjejë përsëri. Autenticitet pa kërcënim.
dhe kjo krijon lidhje emocionale edhe nëse ti nuk e kërkon. Sinjali i dytë, toni yt është i butë, por i vendosur, si toni i dikujt që nuk konkuron. Kur flet pa urgjencë, pa frikë, pa u përpjekur ta manipulosh apo kontrollosh bisedën, ai e ndjen, nuk e mendon, e percepton. Dhe ndjesia e mosqenies në luftë, se ti nuk po përpiqesh të fitosh dashurinë e tij, e bën të ndihet i lirë. Dhe kjo është pika ku ai fillon të asociojë me paqe. Dhe ku ka paqe, ka lidhje të vërtet emocionale. Sinjali i tretë, energjia jote nuk rrotullohet rreth ti dhe megjithatë e rrethon. Kur je atje, je e hapur, e ngrohtë, por kur nuk je emocionalisht e disponueshme si para zgjedhje, ai e kupton. E ndjen edhe nëse nuk e thua, dhe kjo e detyron ta vlerësoj praninë tënde. Ndalon të besoj se ke gjithmonë disponueshme. Fillon të pyes veten, çfarë ka ajo me veten, sa shumë jep, por nuk dorëzohet plotësisht. Dhe kur një burr fillon ta pyes veten këtë, ai është tashmë emocionalisht i vendosur. Tashmë diçka në fushën e tij është lidhur me ty, edhe nëse ai ende nuk e tholl. Si stërvitet pra kjo gjuhë pa fjalë, jo duke simuluar besim, jo me ftohësi. Stërvitet kur lirohesh nga urgjenca për t'u pranuar, kur nuk flet më nga zbrazëtia, kur nuk jeton më me nevojën për t'u zgjedhur. Atëherë trupi yt e komunikon. Heshtja jote bëhet magnetike, vështrimi yt bëhet pasqyrë, zëri yt bëhet ftesë, jo presion. Dhe ai tërhiqet pa ditur pse. Sepse nuk je më gruaja që po e pret. Je gruaja që ekziston dhe mund të ndaloj së ekzistuari, dhe kjo e lidh atë. Një burr mund t'i harroj fjalët e tua, mund t'i injoroj gjestet e tua, mund edhe të justifikoj pse u largua. Por kur të sheh të qetë, kur energjia jote nuk e vendos në presion, ai rilind ashtu si ndihej, pa ditur si, dhe kjo është arsyeja pse kthehet. Ose nuk të lë të ikësh, ose të sheh në ëndrat e tij, ose të kërkon tek të tjerët. Sepse lidhja nuk u vulosën me një bisedë, u vulosën me një vibrim, dhe kjo nuk fshihet kaq lehtë. Shkaktari i 5 dhe i fundit, si do ta ruash këtë lidhje pa tradhtuar veten? Ai lidhet më shumë kur ti nuk humb qendrën. Deri këtu ke kuptuar si fillon të lidhet një burr, jo nga ajo që bën për të, por nga ajo që ndjen me veten kur je me të, nëpërmjet përvojës emocionale unike që ai e përjeton vetëm me ty, nëpërmjet gjuhës tënde pa fjalë që e rrethon pa përpjekje. Por tani vjen gjëja më e rëndësishme. Si do ta ruash këtë lidhje pa tradhtuar veten në proces? Sepse shumë gra, kur aktivizojnë këtë lidhje në ndërgjegjësore, kur vërejnë se ai është më i pranishëm, më i vëmendshëm, më emocional, ulin muret e tyre mbrojtëse me iluzionin e tashmë e kam dhe shkëmbejnë qendrën e tyre me të, dhe pa e kuptuar, e humbin. Pse? Sepse lidhja mashkullore thyet në momentin kur ai ndjen se nuk je më ti, se je një version që i dorëzohet atij më shumë se sa vetes. Ta them qartë. Ai lidhet më shumë kur mbetesh, edhe kur ai është me ty, edhe kur të do, edhe kur të zgjedh. Dhe kur më në fund ndjen se ai është lidhur, se më në fund është emocionalisht i pranishëm, se më në fund të sheh, fillon ndonjëherë, pa e kuptuar, të bësh sakrifica të vogla. I përgjigjesh më shpejt, shtysh planet e tua për t'u përshtatur me të tija. Ndryshon energjinë tënde delikate nga frika se do të humbasësh atë që ke arritur. Dhe në atë moment nuk je më e njëjta grua që e bëri atë të lidhej. Tani je një grua që vepron nga frika dhe ai e percepton. Carl Jung tha se asgjë nuk shkatëron më shumë një person se sa tradhtimi i vetvetes për t'u pranuar. Dhe kjo zbatohet drejt për dashurinë. Një grua më shkroi diçka që u gdhën tek unë. Ndihesha kaq e lidhur sa ndalova të bëja gjërat e mia për të pasur më shumë kohë për të. I thoja më shpesh sa shumë e admiroja, i jepja më shumë se sa kërkonte, dhe pas një kohe të shkurtër kisha ndjenjen se nuk ishim më kaq afër njëri tjetrit. U bëva më shumë i tij se sa imja, dhe pikërisht kur mendova se e kisha fituar, e humba. Dhe kjo nuk duhet të ndodhë më, sepse magnetizmi i vërtet femëror nuk jeton në dorëzimin total, por në lidhjen e vazhdueshme me veten. Si ruhet pra kjo lidhje pa u shpërbër vetë? Me diçka që narcisizmi modern i grave e refuzon,
me integritet emocional, me aftësinë të ndjesh shumë pa u humbur, të duash thellë pa hequr dorë nga vetja, ta zgjedhësh atë pa ndalur ta zgjedhësh veten. Dhe kjo nuk është ftohësi, kjo është urtësi. Nuk ke ardhur këtu për të dhënë përsëri gjithë botën tënde. Ke ardhur për të kujtuar se qendra jote je ti vetë dhe se ai u lidh gjithashtu nga kjo qendër. Jo nga obsesioni yt, jo nga frika jote, por nga drita jote e qetë, nga autenticiteti yt pa pritshmëri. Ja 4 çelësat për të ruajtur lidhjen pa tradhtuar kur veten. Çelësi i parë, jeta jote vazhdon. Edhe kur ai shfaqet, mos i ndërpre proceset, ëndrat, pasionet e tua vetëm sepse ai ka ardhur. Ditën kur jeta jote fillon të rrotullohet rreth ti, ai e ndjen dhe dëshira e tij fillon të shuhet. Ai u lidh me një grua që ka botën e saj, jo me një grua që hoqi dorë nga bota e saj. Çelësi i dytë, kufit e tu mbeten. Edhe nëse ai tani të do, se ka kthyer, se është më i hapur, se të kërkon tani i pari ose më shpesh, kjo nuk do të thotë se duhet të hapësh të gjitha dyert e tua. Energjia jote mbetet selektive, koha jote mbetet e shenjtë. Dashuria jote është në qëndrueshmëri, jo në zbritje. Dhe kjo e mban zgjuar. Çelësi i tretë, misteri yt nuk zhduket. Edhe nëse ai tani të njeh më mirë, mos i shpjegoj gjithçka. Mos ndaj çdo mendim me të. Mos i jep qasje në çdo emocion që përjeton. Mbaj diçka për veten, jo për të luajtur, por sepse e respekton veten. Misteri i vërtet nuk është heshtja, por të mos zbulohesh plotësisht nga frika se do ta humbasësh. Dhe çelësi i katërt, qendra jote të takon ende ty. Edhe nëse e do, edhe nëse ndihen se ai është i yti, edhe nëse gjithçka rrjedh, aksi yt është i brendshëm. Ti je speranca, ti je rënja. Dhe nëse një ditë ndjen se je humbur, ktheu përpara se ai gjithashtu të fillojë të iket. Sepse ky është paradoksi më i fuqishëm. Ai u lidh me ty sepse nuk ishe e tia, sepse nuk kishte nevojë ta mbroje veten, sepse nuk i dha gjithçka para se ta meritonte, sepse tregove se është privilegj të ketë. Dhe tani, kur ai është më afër, ky privilegj nuk duhet të ndihet si i mirëqen. Duhet të ndihet i gjallë, i qëndrueshëm, i pranishëm, jo nga dorëzimi i verbër, por nga një grua që e do veten aq shumë sa nuk do ta humbas veten përsëri për shkak të dashurisë. Dhe kur ai e ndjen këtë, kur percepton se je ende ti, se nuk jesh përbër brenda lidhjes, se edhe kur ai vjen më afër, ka ende terren solid, atëherë lidhja shndërrohet në diçka më të thellë, një lidhje emocionale të qëndrueshme, një bashkim të lidhur jo me dramë, por me respektin që i tregon vetes. Dhe kjo është ajo me të cilën një burr jo vetëm lidhet, por bashkohet emocionalisht pa ditur pse. Sepse tani nuk bëhet fjalë vetëm për atë që ndjen me ty, por për atë që ai është i gatshëm të mbrojë për të mos të humbur përsëri. Si përfundim, ai nuk lidhet nga ajo që i jep, ai lidhet nga ajo që zgjoj tek vetja, kur ti nuk humbase veten për ta mbajtur, kur vazhdon të mbetesh e lidhur me veten edhe kur ai të ka zgjedhur. Sepse lidhja e vërtet emocionale nuk lind nga përpjekja jote, por nga aksi yt, nga qetësia jote, nga ajo siguri e heshtur që rrezaton kur di se nuk ke nevojë të dëshmosh asgjë për të qenë e vlefshme.